Vëllau i Gjestit ndëron jetë. Gjeneta shpreh ngushëllime të sinqerta dhe dëshiron paqe për shpirtin e tij. Një aksident tragjik ka ndodhur sot në qungur të Pejës, ku humbi jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur Besart Kelmendi, Gjesti. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, kur një vetur u përplas me një katërciklet, duke shkaktuar vdekjen e Eldionit dhe lëndimin e rënd të një tjetër personi. Ky aksident ka tronditur shumë njerëz, duke përfshirë dhe fansat e reperit Gjesti. Një reagim i ngushëllimit ka ardhur nga Gjeneta, e cila shkroi: ngushëllime të sinqerta për Gjestin dhe familjen e tij. Zoti u dhënë forcë e durim në këtë kohë të rëndë, ndërsa shpirti i tij u pushoft në paqe e dritë të përjetshme. Kujtimi i tij do të mbetet përgjithmonë në zemrat tuaja. Hetimet për shkaqet e aksidentit vazhdojnë, ndërkohë që komuniteti dhe fansat po shprehin ngushëllimet e tyre për këtë humbje të rëndë.